Irani paralajmëroi të hënën forcat amerikane që të mos hynë në ngushticën e Hormuzit, pasi presidenti Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të shoqërojnë anijet e bllokuara në Gjirin Persik. Ai nuk dha shumë detaje mbi planin, por theksoi se synimi është që mjetet lundruese dhe ekuipazhet e tyre të bllokuara prej më shumë se 2 muajsh dhe në mungesë furnizimesh të kalojnë në mënyrë të sigurt këtë rrugë jetike. Në reagim, autoritetet ushtarake iraniane u kërkuan anijeve tregtare dhe cisternave të naftës të shmangin çdo lëvizje që nuk është e koordinuar me forcat e tyre. Shefi i shtabit iranian, Ali Abdollahi, deklaroi se siguria e ngushticës është nën kontrollin e Iranit dhe çdo kalim duhet të bëhet në bashkëpunim me ushtrinë e tij. Ai paralajmëroi gjithashtu se çdo forcë huaj, veçanërisht ajo amerikane, do të përballet me sulm nëse tenton të hyjë në zonë. Që nga fillimi i konfliktit, Irani ka bllokuar pothuajse të gjitha anijet hyrëse dhe dalëse nga Gjiri, duke ndërprerë një pjesë të konsiderueshme të furnizimeve globale me naftë dhe gaz dhe duke shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve. Nga ana tjetër, Komanda e Qendrore e SBA-s ka vendosur masa presionin ndaj Iranit, duke përfshirë bllokimin e porteve dhe një prani të madhe ushtarake me mijëra trupa, avion, anije luftarake dhe dron. Si pasojë e situatës, qindra anije dhe mijëra marinar kanë mbetur të bllokuar, ndërsa disa tentativa për kalim janë shoqëruar me incidente të armatosura dhe konfiskima nga ana e Iranit.